Tina, një ndikse e rregullt e dritare e televizion, ishte kaq e gëzuar, po kaq e gëzuar sa më infektoi dhe mua me gëzimin e saj, më ngjit, ishte një gëzim ngjitës, ai mundësisë që t'i çohej zarfi ku ajo do votonte dhe tha, më duket sikur tani un kam zë. Ajo ka pasur gjithmonë një zë, ju të gjithë keni pasur zë, por mbasi ka qenë pak e pamundur të dëgjoj dhe tani momenti kur ju do votoni, duket sikur zëri yt është i lartë edhe është dikus. Është, të siguroj që është. Votat e të gjithë ju që jeni regjistruar mund të ndryshojnë shumë çka. Unë jam e sigurt për këtë. Andaj, do të përpiqem të ndikoj në mënyrën që ne dim që ju të votoni më së pari. Domethënë, kush është regjistruar, shifra nuk ndryshon më, por mund të ndryshoj ky fakt, mund të ndryshoj që ju të votoni gabim, që të bëni gabime të cilat mund t'ja bëjnë votën të pavlefshme. Ne nuk e kemi reklamën e KQZ-s, nuk e di ku është, në çfarë televizionesh, por unë e dëgjova këtë reklam dhe mu duk një ngatres, mu duk komplet e ngatruar. Mënyra se si ata shpjegonin, sigurisht e bërë që të bënin edhe më shumë lëmsh, ndërkohë që jo të gjithë kanë aty ku jeni, kohën e nevojshme, mundësit për të dëgjuar reklama në vendet ku ata i japin. Kështu që ne doja u bëjmë reklama në celular, doja u bëjmë vetë, do përpiqemi për ditë t'ju shpjegojmë si të votoni. Do mundohemi, kjo është diçka që e bëjmë se duam, e bëjmë pa na paguar askush. E bëjmë se duam që çdo votë jetë e vlefshme, e bëjmë se besojmë që vota e diasporës do jetë ndikuese. Është një votë për herë të parë, është si vota e njerëzve që votojnë për herë të parë, e fëmijëve, të rinjve, 18 vjeçarëve votojnë për herë të parë, kështu është vota juaj, vota e njerëzve të cilët më në fund kanë një zë kumbus, që bashk krijojnë një honën për të lëvizur këtë vend.